ndërsa institucionet kanë mbyllur dyert për shkak të 1 majit dhe shumë qytetarë shfrytëzojnë ditën për të pushuar e argëtuar. Një pjesë e mjekave janë të detyruar të punojnë. Megjithatë, në krye të detyrës në këtë ditë jo pune të angazhuar janë vetëm mjekët kujdestar. Dejan Zdravkovski, mjek në qendrën urgjente, tha se gjatë ditës së sotshme nuk kanë pasur fluks të shtuar të pacientëve. Ai gjithashtu apeloi qytetarët për kujdes të shtuar. Во ургентен центар денеска работиме со целокупно опремење, со целокупен персонал, со сите цела дежурна екипа што е за време на овој празничен ден. Работата во ургентен центар се одвива најнормално од утрешниот ден, од сабелешните часови, со тоа што динамиката е нормална и работата се одвива без поголем застој. Би сакал да упатам еден апел до сите граѓани на Република Северна Македонија да внимаваат за време на празников, да не претеруваат со исхрана, посебно со алкохолот, и да внимаваат при управување со нивните моторни возила. Pacientët të cilët kanë kërkuar ndihmë mjekësore gjatë ditës së sotme, më së shumti janë ankuar për lëndime trupore. Нормален е бројот на пациенти кои што се јавија од утрешните часови. Претежно се со повреда на долните екстремитети, горните екстремитети, повреда на глава. Zdravkovski tha se gjatë orëve të mbrëmjes dhe ditës së nesërme presin një numër më të madh të pacientëve, të cilët do të kërkojnë ndihmë mjekësore. Edhe në proborret e klinikave vërehej një numër shumë i vogël i qytetarëve.